ju japim pa e tepruar, po flasi burr fjalën e nderit. Dikur rival politik, por situata brenda pak muajsh ndryshoi. Tashmë kryeministri Edi Rama dhe ish deputeti i Partisë Demokratike, një prej zërave më kritik ndaj qeverisë socialiste, Dashnor Sula, u ulën në të njëjtën tryezë, por si bashkëpunëtor. Shefi i qeverisë i la detyra e sfida publikisht. Kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament. Tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na kalojnë gjë pa thënë ne. Duke u ndalur tek problematikat, Rama theksoi se me rëndësi është përmirësimi i sistemit. Sistemi dhe përmirësimi i sistemit është përgjigja. Mund të ndrojmë të gjithë njerëzit, mund të sjellim njerëz edhe nga hëna, po që se sistemi nuk është i strukturuar si duhet dhe po që se drejtimi nuk është i duhur, përsëri bijem në të njëjtat situata. Një porosi pati edhe për rekrutimet e reja në rang inspektorësh. Kjo kërkon standard etik të unifikuar dhe kjo kërkon që sistemi i ri i rekrutimit dhe i karrierës të jetë një sistem i besueshëm, edhe ta meritojë atë gjë që i jepet. Kujdes me inspektimet pa limit ishte porosi e qartë për ndryshim të filozofisë së institucioneve. Një shembull duhet vlej për shumë të tjerë, po jo inspektime në pafundësi. Nuk vlejnë për asgjë, vetëm krijojnë tension, stres, rrëmuj. Nga ana tjetër, ish deputeti demokrat tashmë kryeinspektori i përgjithshëm, teksa vlerësoi Ramën, shigjetoi dhe ish shtëpinë e tij politike. Kam pranuar të sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Gjuajtur me gur shtëpisë apo qeverisë tuaj, por aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, ka fituar gara të pamagjinueshme, gjithmonë personale. Dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhin në rrugë, tek qeveria jote, mora kurajen, mora guximin, konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. Inspektorati kombëtar do të jetë në varësinë e Ministrisë së Ekonomisë si pjesë e riorganizimit të institucioneve për të adresuar edhe sfidat e integrimit.